Ju përshëndes, mirë se erdhët. Një ditë më parë, Komisioni Evropian vuri në dukje përmes një raporti se rritja ekonomike për Shqipërinë për vitin 2025 është përllogaritur, të paktën sipas raportit, në 3.7%, e mbështetur kryesisht tek ndërtimi dhe turizmi. Sa e qëndrueshme është kjo, pra sa ofron le të themi qëndrueshmëri dhe nga ana tjetër cilat janë projeksionet për vitin 2026? Do të flasim për këtë aspekt, ndërsa do të ndalemi edhe pak në mënyrë të detajuar, duke qenë se ushtron goxha presion tek financat publike lidhur me skemën e pensioneve. U bën gati 2 vite që diskutohet për këtë skemë, ndërkohë që nuk ka ende mbi tryezë një draft konkret mbi ndërhyrjet e mundshme që qeveria pra parashikon që të bëj. Do ta shohim jo vetëm kaq, pra do ta shohim në 3 rrafshe, në problematikat e skemës aktuale, në ndërhyrjet e bëra dhe ato të paralajmëruara dhe propozimet e Bankës Botërore në këtë drejtim, duke qenë se ka asistuar le të themi çdo ndryshim që është bërë ndër vite. Kujtoj edhe reformën e 2015-s. Kam kënaqësinë që të kem në studio Azmi Stringa, pedagog ekspert ekonomie. Përshëndetje, mirë se erdhët. Shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jeni me ne. Raporti i Komisionit Evropian vuri në dukje një ditë më parë se për 2025-ën ekonomia shqiptare u rrit me 3.7%. Përpara se të pyes për faktin se cilat janë projeksionet, pra duke qenë se bëhet fjalë për një rritje që edhe në gjykimin e ekspertëve konsiderohet një rritje për faktin që mbështetet në sektor, siç janë turizmi dhe ndërtimi, nuk ofron qëndrueshmëri në afatgjatë. Pra nuk është një rritje që garanton qëndrueshmëri në afatgjatë. Përpara se të ndalemi tek ky aspekt, pra dhe projeksionet për 2026-ën, është reflektuar kjo rritje edhe që ka pasur ekonomia tek punonjësit dhe pensionet? Nëse shohim në periudhat që neve na ka ndodhur rritja ekonomike e Shqipërisë gjatë kësaj, sikur të marrim dekadën e fundit, ku ne kaluam edhe pandeminë dhe tërmetin, në terma real ne kemi pasur një rritje ekonomike si thua diku te 35 deri në 40% gjatë kësaj dekade. Por fatkeqësisht ne konstatohet 2 gjëra, që një shpejtësia me të cilën pagat si në sektorin privat, po veçanërisht në sektorin publik, dhe nuk po flas për ato që janë të qeverisë, por ato të deklaruara nga Instati, nuk reflektojnë rritjen ekonomike reale. Po kështu dhe pensionet. Pagat janë rritur edhe në terma real, pra jo duke mbajtur vetëm duke u indeksuar me inflacionin, por janë rritur dhe në terma real, por ndërkohë për sa i përket pensioneve, kemi konstatuar që në vjet përgjithshme, gjatë gjithë dekadës së fundit, pensionistët sot në terma real janë në të nivele të përpara një dekade. Pra, si thua, pensioni i tyre është vetëm indeksuar me inflacionin. Krahas këtij raporti ishte për të parë cilat janë rreziqet le të themi reale të ekonomisë. Rreziqet më reale të kësaj ekonomi që është tekstuar. Në këtë kontekst. Është tekstuar edhe ky raport e raporti i FMN-s, janë 2 gjëra. Është një përqendrimi i madh tek turizmi edhe tek ndërtimi, që është një rrezik shumë i madh në afatgjatë, por mund ta prekim pse, sepse këto të dyja përgjithsisht dhe turizmi në vetvete janë industri që thithin kapital njerëzor, po në fusha me produktivitet të ulët, pra jo me produktivitet të lartë njerëzor. E dyta që është sfidë e madhe për ne në aspektin e potencialit ekonomik, i cili është i nënvlerësuar dhe është përveç se modelit ekonomik, është edhe demografia, e cila përbën një problem të jashtëzakonshëm. Ne kemi kaluar brenda një dekade nga një popullsi që ishte relativisht e re, që se quhet tani quhemi një popullsi relativisht e plakur edhe në krahasim me mesatarët e vendeve të tjera si Italia kështu para. Kemi kaluar nga rinia, pa kaluar atë pjekurinë, nga rinia në plakë pa e marrë vesh fare këtë dekadë. Edhe mosha mesatare është rritur jashtëzakonisht shumë dhe sfidat më të mëdha do jenë në vitet në vazhdim, ku ne nuk kemi pasur vetëm një ulje të popullsisë, pema është prishur fatkeqësisht, ne kemi pasur censi i fundit i botuar nga Instati, nëse krahasohet, tregon që pema është prishur, ne jep një indikator që vetëm që ne kemi humbur rreth 400.000 veta popullsi në krahasim me një dekadë më parë kur u bë censusi më parë, por na tregon në cilën zonat popullsisë kemi humbur dhe fatkeqësisht kemi humbur në popullsinë rinore, atë që është deri në 30 vjeç, kurse popullsia lart mbi 45-55 vjeç fatkeqësisht është rritur, që do të thotë kjo do përbëjë në të ardhmen presione më të mëdha, më shumë njerëz do futen në skemë pensionesh, që do kërkojnë pensione, por do kemi më pak punëtor në fuqinë punëtore, sepse rinia nuk është më ata që janë 20 vjeç ose 10 vjeç sot do kthehen
20-30 vjeçarët nesër që do të mbajnë dhe ekonominë ashtu dhe skemën e pensioneve, për më tepër duke u prishur kjo balancë. Pra janë këto, le të themi, sfidat e së nesërmes. Eksaktësisht, por duke u prishur kjo balancë, do prishet dhe balanca pastaj e lindjeve, sepse është një cikël sa më pak të rinj të kesh sot, aq më pak do kesh mundësi që të lindësh fëmijë nesër, dy prindër që do lindin një fëmijë, dy fëmijë e kështu me radhë. Pra kjo sfida demografike dhe Banka e Shqipërisë ka cituar, janë sfida fatgjatë e modelit ekonomik të Shqipërisë, dhe ku ajo do të rri dhe sa popullsi do doja në vetvete ky model i tanishëm, pra ose fakti që ekonomia shqiptare po mbështetet tek turizmi dhe ndërtimi, mund të na kthehet në bumerang? Mund të bëhet, por do vëmendje të jashtëzakonshme. Unë do jap vetëm dy shembuj shumë të thjeshtë. Më gjeni një vend, unë e kam shkruar dhe e kam botuar këtë gjë, më gjeni një vend që ka këtë model ekonomik që ka Shqipëria. Pra kaq peshë të madhe në turizëm, kaq peshë të madhe në ndërtim dhe pastaj peshën e madhe që kemi në bujqësi, që është sektori tjetër që po lëngon dhe po vuan, megjithëse ai është nën produktivitetin e vet. Teorikisht ai si sektor, nëse flasim për bujqësinë, nuk duhet të vinte duke u rritur si sektor ekonomik, ai vjen duke u tkurrur, sepse neve ishim më pak produktiv se Italia, më pak produktiv se mesatarja BE-s. Çfarë vëmë neve? Sektori në terma real i bujqësisë shqiptare, i cili ishte shumë i prapambetur dhe duhet ishte ka hapur shritur më pak se sa që shritur sektori ose produktiviteti në Bashkimin Evropian. Përsa i përket dy sektorëve, unë duhet të ftoj diçka. Shqipëria po kap gati 20% të GDP-s në nivel të turizmit, në kontribut direkt dhe indirekt, që janë në nivelet më të larta që ka Europa. Përsa i përket sektori, mund të përmendim këtu vetëm vende që janë të ngjashme me ne, mund të janë Kroacia, Greqia dhe Malizi, që mund të themi për këtë gjëra. Por ndryshe nga ne, ata kanë një diferencë tjetër. Shkoni shifini që ata nuk kanë këtë dependencë e nesh. Pra Greqia nuk është vetëm turizëm, përndryshe nga ata që pretendojnë që është diçka e tillë. Ose Kroacia nuk është vetëm turizëm dhe ndërtim. Pesha që zënë sektorët si turizmi, ndërtimi dhe bujqësia në ekonominë shqiptare është shumë herë më e lartë se pesha që zënë turizmi, bujqësia dhe ndërtimi në ekonominë greke, kroate dhe vendeve të tjera. Kështu që fatkeqësisht vendet që të kenë dalë suksesshme vetëm nga turizmi nuk ka në botë. Do të mendojmë edhe për industrinë e logjistikës, që është pjesa e rëndësishme e Shqipërisë. Shqipëria ka avantazh të vet, jo vetëm turizmin, po ka avantazh të vet edhe pozicionin strategjik që përfshin rrugët tregtare, logjistikën, supply chainin, pra furnizimet, lidhja e tyre. Gjitha këto do të janë industri që siç ka dhe Greqia, me porte, me transportin, me transportin e të mirëve. Pra ne nuk duhet të mbështetemi vetëm te ky sektor, por duhet të shohim edhe sektorë të cilët kanë ndoshta edhe më shumë potencial. Dhe më shumë produktivitet, më të lartë dhe strategjikisht më të mira. Për më tepër turizmi të krijon një dependencë jashtëzakonshme, siç e pam gjatë pandemisë, që turizmi në një moment eksaktësisht je shumë i varur nga turizmi dhe gjithë sektori jot ashtu. Për më tepër problemi tjetër është i turizmit, është që turizmi ka dhe përveç se thith padrejtisht burime në produktet të ulur si kamariera, shërbime pastruesa e të tillë. Si edhe një problem tjetër, që si edhe eksternalitetet e presion të jashtëzakonshëm në burime natyrore ose burime të tjera që duhet për të shërbyer kësaj industrie. Ndërkombëtarët për shembull thonë atë ka një shprehje shumë madhe për sa i përket rrezikut të turizmit ose mbi turizmit në një shoqëri. Po, e kemi parë në vendet i cili thotë që turizmi është ajo sektor që e mban me vete farën e shkatërimit të saj. Edhe mendoj që me kaq i kemi thënë gjitha, megjithatë duke qenë se përpara se të ndalemi te skema e pensioneve, duke qenë se përgjatë 24 orëve të fundit është kryefjalë fakti që vajza e presidentit amerikan Ivanka Trump ka mbërritur në Shqipëri dhe projekti për transformimin e ishullit të Sazanit dhe Zvërnecit. Duke qenë se po flasim edhe për turizmin, çfarë impakti ka në ekonomi projektet zhvillimore? Kjo do varet shumë nga modeli ekonomik që ne zgjedhim. Pra, një nga çfarë do të them me këtë? Pyetja që ne do të shtrojmë është kjo. Modeli jon turistik do sjellë një kontribut pozitiv për shembull në sektor të tjerë apo nuk do sjellë një kontribut pozitiv në sektor të tjerë? A do përfitojnë komunitetet lokale apo nuk do përfitojnë komunitetet lokale? A do përfitojë sektori i bujqësisë apo nuk do përfitojë sektori i bujqësisë? Çfarë duhet të them me këtë? Është shumë e thjeshtë. Nëse ne ndërtojmë një model turistik të stilit të vendeve të Afrikës ose vendeve të safari countries, çfarë vini re ju? Keni këto gated communities që vinë të pasurit, bëjnë turizëm, sa veta janë të punësuar, dash mund të jenë të punësuar vendas, por mund të jenë edhe punësuar jashtëm, sepse nuk ka nevojë detyrimisht që të ketë popullsi lokale, dhe ndërkohë popullsia lokale që ndodhet mbas këtyre portave nuk interagon me këtë fluks. Pra janë
në kuptimin se si funksionojnë. Nuk linjëzohen dhe nuk... Ti qa shef në këto vënde, shef të rezortet e pasura, ndërveprojnë në sektor. Pas shef që mbrap jashtë rezortit, janë këta njerëzit që familjarët ose familjet e varfra, të cilat që bëjnë, vazhdojnë prodhojnë akoma me teknika të para 10 ose 15 ose 100 viteve fatkeqësisht. Nëse nuk ndodh kjo lidhje. Rrezikon kjo të ndodh? Fatkeqësisht në Shqipëri. Dhe si rregullohet? Mënyra më e mirë për ta rregulluar këtë gjë është pikërisht ajo që unë thash, që të ndërtojmë një model turistik i cili i shërben familjes mesatare shqiptare ose popullsisë që gjendet në këto zona. Modeli më i mirë që unë gjej është modeli i Greqisë, ku çdo familje, çdo sipërmarrje e vogël mund të mbajë një dhomë 4-5 veta, është kundrejt modelit të rezorteve të mbyllura me port. Kjo është pyetje që neve duhet të mendojmë, pra çfarë turizmi po zhvillojmë në Shqipëri. Kjo kërkon që paketa jonë turistike të bëhet më e gjerë se sa vetëm deti, po të bëhet kultura, arti, kulinaria, eksperienca e diversifikimit, që këta turistë që vinë mos rrinë vetëm në resort, po të dalin... Mos ngujohen në resort. Eksaktësisht. Për shembull, merr rastin e Bujqësisë, shumë e thjeshtë që një turist që vjen për të ruajtur standardin, t'ia marrim gjithë produktet nga jashtë, pra nuk ka një rritje. Turizmi i viteve të fundit, duke qenë se jemi përballur me një rritje dhe një fluks të shtuar, e ka sjell këtë gjë, pra këtë sinergjin, le të themi, mes atij që vjen dhe atij që është aty? Sepse nëse shohim edhe shifrat, konsumi ka ardhur në rritje, por prodhimi në të njëjtën kohë është kurrë, ka ardhur në rënje. Nga ana tjetër, pam edhe një ditë më parë shifrat e Instatit që tregojnë po ashtu një rënje të eksporteve. Problemi nuk është vetëm në Shqipëri, është edhe në vende të tjera. Padyshim që turizmi... Se domosdoshmëria e kësaj sinergjie, pra e faktit të linjëzimit dhe për të mos e izoluar, le themi, të bëri turizëm në brenda mureve të një resorti. Turizmi ka pasur këto impakte në mënyrë të drejtë dhe indirekt. Ka hapur vende pune, njerëz janë marrë me sipërmarrje, disa njerëz hapin Airbnb, disa njerëz merren me transport, me këto i bëjnë këto gjëra. Ajo që është sfiduese për çdo vend tjetër hapi parë i turizmit që të sjellë presion tek çmimet. Pra çmimet e konsumit gjërat bëhen më të shtrenjta, edhe për qytetarët, për banorët rezident. Dhe kjo është gjithë diskutimi. Për banorët rezident shohin një presion të sa i përket çmimeve. Hapi tjetër do ishte pritshmëria që rritja e turizmit do sillte rritje të kërkesës ose të produkteve bujqësore vendase ose produkteve vendase. Fatkeqësisht sektori në paralel me turizmin nuk ka performuar, është në vitin e tretë rradhazi me rënje, me rritje reale negative sektori, megjithëse ka potencial për zhvillimin e tij. Kam rritur në mos gaboj prodhimi në 14.6%. 14.6%. Pra pesha që zën ekonomisë. Megjithëse aty mbahet diku tek 40% e popullsisë shqiptare, sipas shifrave zyrtare të kësaj. Fatkeqësisht turistët kur vinë kërkojnë... Shiko, kur ju pyes për faktin që si mund të bëhet kjo, e kam edhe për kohën, pra fakti që ne po përballemi me këtë bum turistik vitet e fundit, dhe ndoshta kjo është koha që ne duhet ta shohim seriozisht në kuptimin të mos gënjemi pas shifrave, por të mendojmë për të ndërtuar një model të qëndrueshëm, një model që i shërben komunitetit dhe i shërben ekonomisë në tërësi. Pra, është ky momenti që ne duhet pikërisht t'i përcaktojmë qartë këto korniza mbi të cilën do të bëjmë turizëm. Po, ky është momenti i dur, në të kundërt do jetë shumë vonë. Pra, gjithë diskutimi që ne do të bëjmë është çfarë kontributi dhe si mund të sigurohemi ne që të arrot e familjes shqiptare, mirëqenia e familjes shqiptare, mirëqenia e popullsisë, si prodhuesit, po dhe konsumatorit të jenë më mirë në afatgjatë rreth kësaj industrie. Dhe jo një grup i vogël ose pak njerëz të cilët mund të përfitojnë nga kjo. Ky është diskutimi që do të jetë në tavolinë sot për shqiptarët, sidomos në aspektin afatgjat, për impaktet që ka. Është shumë e thjeshtë që neve për shembull sektor si bujqësia ose si familjet konsumatore të arrisim çmimet. Marrim një rast shumë të thjeshtë. Ju përmendët konsumin. Rritja e çmimeve që kemi vënë re në gjatë këtyre viteve ka reflektuar sipas shifrave të Instatit që familjet shqiptare kanë në terma real flasim, konsumi për ushqime dhe pije alkolike është në nivele negative dhe goditur më shumë nga rritja e çmimeve. Pra familjet shqiptare realisht po vuan nga në pjesën më të madhe nga këto presione. Kjo është gjë që neve do ta bëj të shqetësohemi dhe do të fillojmë të mendojmë ashtu edhe për sektorin e bujqësisë dhe të prodhuesve se si neve duhet t'i afrojmë prodhuesit dhe produktet bujqësore më afër me konsumatorin e huaj. Presioni, tendenca zakonisht është turistit i jepi atë që ai njeh, për shembull nëse ai ka bler molto, ka bler patatina, i jepi atë produktin e huaj, je më i sigurt. Që vjen atë siguria ushqimore, sfida e radhës që neve duhet kemi.
për sa i përket Shqipërisë. Pra pa fokus në këtë këndvështrim, fatkeqësisht do ndodhi që dependenca ndaj turizmit nuk do përkthehet detyrimisht në rritje të ardhurave reale të familjes mesatare shqiptare, por një përqendrim, megjithëse mund të kemi rritje ekonomike, edhe të kësaj 3.6% në mënyrë të padrejtë ose të pabarabartë. Nisur nga këto tregues, cilat janë projeksionet për 2026? Projeksionet për 2026 është business as usual, pra ne do rrim përsëri te ky niveli 3.6-3.7% i rritjes ekonomike që kemi aktualisht, dhe në planin afatmesëm parashikohet që të ngelemi në të njëjtat nivele. Fatkeqësisht këto ndryshimet modelit ekonomik nuk ndodhin nga viti në vit, pra kërkon një përqasje strategjike për të sjellë, për të parë rezultate pozitive, po besoj që ndërhyrjet kryesore do të jenë për sa i përket tyre, sektori bujqësisë, dhe për të parë cilat janë arsyet që sektori bujqësisë po vuan, dhe për të parë pastaj edhe ndikimin se si neve mund të tranzitojmë sektorin e ndërtimit në një sektor siç e ka ngritur nga ndërtimi në real estate management, pra në menaxhim që sjell vlerë, jo vetëm nga ndërtimi në vetvete, por nga menaxhimi i pasurive të paluajtshme si pjesë e rëndësishme e aktivitetit ekonomik. Duke qenë se e njihni mirë ekonominë shqiptare, cilat janë reformat më të ngutshme që duhet të ndërmerren? Pikërisht edhe për të garantuar reformat ngutshme që ne duhet këtë funksionim të këtij zinxhiri. Reformat ngutshme që ne do të marrim për të adresuar gjithë të zinxhir ekonomik është e para të sigurohemi, e para njëherë reformën e arsimit. Qoftë ne duam të bëjmë diçka, megjithëse do doj vite të jap rezultate. Pra Shqipëria nëse do të bëjë një strategji kombëtare, do të bëjë një strategji mbar kombëtare ku të bie dakord që për 20 vite të ardhshme do të ketë sistemin parauniversitar më të mirë në rajon. Nëse ne duam ta bëjmë këtë gjë. Fatkeqësisht niveli jon i burimeve njerëzore që po gjenerojmë në Shqipëri, edhe sipas treguesve të PISA-s ose sive të tjera, tregon për problematika të jashtëzakonshme në cilësinë e burimeve njerëzore që Shqipëria është aftë të gjenerojë. Pa këto burime njerëzore nuk shkojmë dot në afatgjat. Fatkeqësisht kemi bërë regres. E dyta, kjo sjell një gjë të mirë. E dyta, duke qenë se kemi problemin e demografisë, problemi është të krijojmë një ambient në Shqipëri të përshtatshëm realisht për të rikthyer një pjesë atyre që kanë ikur ose që ta gjejnë veten. Që është një sfidë më vete. Kjo është një sfidë më vete dhe që të kjo të ndodhi, do të ndodhin dy gjëra të rëndësishme në Shqipëri. E para, siç e thash, kjo të dija, dhe e dyta elementi tjetër është të krijojmë një shoqëri e cila e vlerëson dijen. Nëse në një shoqëri, presidenti i Izraelit ka thënë një shprehje shumë të bukur, tha, shumë veta thonë që Izraeli investon shumë në arsim, po nuk është kjo është kushti i domosdoshëm, por jo është kushti i nevojshëm, por jo i domosdoshëm. Kushti i domosdoshëm është që pasi ne kemi investuar në arsim, të kemi edhe një shoqëri dhe një ekonomi e cila e vlerëson dhe paguan dijen. Që do të thotë, roli që ne ekonomia jon do të bazohet gjithnjë më pak tek këto marrëdhëniet klienteliste dhe të fuqimit të ligjit, dhe gjithnjë më shumë tek një ligj që nxit konkurrencën dhe nxit atë konkurrencë që bazohet mbi dije. Nëse për shembull marrim rastin dy tendera, nëse ti je një kompani, çalloj kompania që ti je dhe ke tenderin e garantuar, ti nuk ke interes të investosh tek njerëzit, as të japësh paga më të mirë, as të marrësh punonjës më të mirë për të konkuruar me personin tjetër. Për sa kohë që ne, ç'do të thotë, do të fokusohemi të hapi tjetër tek shteti ligjor që është jo vetëm i arsyeshëm në mënyrën se si ne vendosim rregullat dhe ligjet, pra nxit konkurrencën dhe këto gjë, por të jetë edhe në zbatim i tillë. Mendoj që reforma e rrallës e detyrueshme për këtë aspekt në Shqipëri është që administrata publike shqiptare të bëhet depolitizuar dhe të ketë një administratë sa më profesionale dhe të pakorruptuar në ushtrimin e detyrave të saj. Këto janë për mua sfidat afatgjat që mund të japin zgjidhje modelit të ekonomik të Shqipërisë. Në të kundërt, këto zgjidhje të tjera pse janë të vogla dhe vetëm merremetime. Pra, këto janë ato, le të themi, shtyllat kryesore, dhe çdo gjë tjetër është mbushje. Saktësisht. Po sigurisht mozaiku duhet të jetë i plot që të shfaqet i qartë. Do të shkojmë në pak publicitet dhe do të ndalemi në pjesën tjetër më hollësisht tek skema e pensioneve. Edhe presioni që ka ushtruar le të themi tek financat publike, deficiti, por edhe borxhi publik. Pak publicitet, rikthehemi sërish.